Arben Malaj ka sulmuar është për rolin e komisionit të drejtuar nga Fatmir Xhafaj ndaj KLSH-s, duke cilësuar si një kërcënim për demokracinë parlamentare dhe duke ngritur akuza për të shkuarën e tij politike. Ish-ministri Arben Malaj ka demaskuar publikisht Fatmir Xhafajin, pasi Rama i dha një komision periferik. Xhafaj po tenton të bëjë ligjin, duke menduar se është mbi institucionet. Rasti më i debatueshëm është ai i kontrollit të lartë të shtetit, ku Xhafaj kërkon ta kontrollojë me auditues të caktuar nga kuvendi. Kjo ka sjellë shumë reagime dhe më jashpëri. Ka qenë ai Arben Malaj, i cili e njeh mirë Fatmir Xhafajin. Në rrjetet sociale ai tregon se si Xhafaj shiti nanon për të sjellë Ramën në pushtet. Nga ana tjetër, ka treguar se ka akuza ndaj tij se në komunizëm ka torturuar një vajzë për t'i marrë florint. Postimi i plotë i Arben Malajt. Super komisioni Xhafaj vret demokracinë parlamentare. Kjo praktik nuk gjendet në asnjë eksperiencë parlamentare të vendeve demokratike. Thelbi është i qartë. Xhafaj i shërben, Rama e shpërblen. Kalbëzimi i PS-së, i qeverisë dhe i parlamentit nga të babziturit për para dhe pushtet abuzues, pra jo nga socialistët e thjeshtë dhe fisnik, është shumë i thellë dhe shumë i rëndë, sa ai që shfaqet në sipërfaqe. Xhafaj nxitoi të shiste nano në 2005 për t'i shërbyer Ramës. Më pas nxitoi të shërbente Erionit për t'i zënë vendin e Ramës, por këtë herë nuk e parashikoi sakt. Erioni përfundoi në burg. Xhafaj mori disa koncesione qeveritare shumë fitimprurse dhe brenda 4 ditëve edhe një super komision, por e kaluara do ta përndjek këmba këmbës. Një individ që akuzohet publikisht se ka torturuar një vajzë të re për t'i marrë florint gjatë kohës së komunizmit, do ta ketë shumë të vështirë të shpëtojë gjykimit të Zotit, kur dhe si është çështje kohe. Ja dhe sqarimet se pse super komisionet vrasin demokracinë. Ndarja që bëni midis komisioneve të përhershme që ndjekin strukturën e ministrive të linjës dhe atyre të përkohshme apo ad hoc për çështje specifike, hetimore apo legjislative me afat të kufizuar, është pikërisht shtylla kurizore e parlamenteve funksionale në demokracitë perëndimore. Nëse i referohemi eksperiencave më të mira parlamentare, si modeli Bundestagut gjerman, i dhomave të parlamentit britanik apo i modelit francez, praktika e ngritjes së një superkomisioni të përhershëm, i cili mbivendoset mbi komisionet e rregullta dhe detyron institucionet e pavarura kushtetuese të raportojnë direkt tek ai, konsiderohet një anomali strukturore për disa arsye kryesore. E para, cënimi i parimit të ndarjes së pushteteve. Në vende demokratike, institucionet kushtetuese, si për shembull kontrolli i lartë i shtetit, institucionet e drejtësisë apo bankat qendrore, kanë një kanal raportimi të mirë përcaktuar në kushtetut, zakonisht përpara seancës plenare ose komisioneve specifike të linjës, si komisioni i ligjeve apo ai i financave. Krijimi një strukture paralele me varësi të detyruar administrative vret pavarësinë e këtyre organeve dhe cënon parimin kushtetues të checks and balances, kontrollit dhe balancimit. E dyta, zhveshja nga kompetencat e komisioneve të rregullta. Nëse një komision i ri merr të drejtën të mbikëqyr, filtrojë apo inspektojë çështje që i takojnë komisioneve të përhershme sektoriale, ai automatikisht e kthen parlamentin në një strukturë piramidale të përqendruar. Në praktikat më të mira, komisionet e përhershme janë sovrane në fushën e tyre të ekspertizës. Asnjë komision nuk mund të jetë më i barabartë se të tjerët. E treta, modeli i komisioneve ad hoc versus superkomisioneve të përhershme. Kur vendet demokratike përballen me nevoja për reforma të mëdha strukturore, siç mund të jetë integrimi evropian apo reforma në drejtësi, ato ngren komisione të përkohshme ose speciale. Këto komisione kanë një mandat të qartë, specifik dhe të kufizuar në kohë. Nuk zëvendësojnë apo mbivendosen mbi rolin mbikëqyrës të komisioneve ekzistuese. Nuk krijojnë marrëdhënie të reja varësie apo raportimi me institucionet që kushtetuta i ka shpallur të pavarura. Kjo që përshkruani në rastin e Shqipërisë tregon një tendencë drejt përqendrimit të kontrollit legjislativ, duke krijuar një strukturë hibride që nuk synon thjesht bërjen e ligjeve, por mbikëqyrjen e institucioneve, që me ligj duhet të jenë jashtë ndikimit direkt politik të shumicës parlamentare. Ky model rrezikon ta kthejë kontrollin parlamentar nga një mjet llogaridhënie në një mjet presioni politik mbi organet kushtetuese.